Në ana tjetër, për fat keq, si çdo gjë në këtë vend që sulmohet kur shfaqet me sukses, që goditet kur shfaqet si ndryshim, që mbulohet me balt kur shfaqet si një shenjë e të nesërmes. Është një sektor që merr në mënyrë të vazhdueshme goditje, sulme, balt, dhe që lëndon një numër të madh protagonistësh të tij. As nuk e vën diskutim që edhe në sektorin e ndërtimit, si në çdo sektor tjetër, ashtu si kundër në Shqipëri, si në çdo vend tjetër, përfshirë edhe vende që na bëjnë leksione neve, ka probleme, dhe problemet këtu në Shqipëri patjetër që janë më të mprehta në disa raste se sa që janë në vendet tjera. As nuk e vën diskutim që jo çdo gjë në sektorin e ndërtimit është e pastër, është e qartë si drita e diellit dhe është e çmuar si derisa e dhjetra mira njerëzve që japin jetë këtij sektori. Por ama që këtë sukses evident të Shqipërisë, që këtë transformim të Shqipërisë që sektori i ndërtimit e bën të dukshëm, të prekshëm, me njëherë sa po dikush vjen në Shqipëri, ta fusim në kornizën e krimit, është diçka e neveritshme,